E sidomos ta kanë bën dhe që janë prej Suarejkës apo të Rondës bashkëluftetar të komandantit faktikisht bashkëvendosit ju i familjarit ton heroj tashmë zyrtarisht Milazim Kiçina. Sonte këtu prezente kemi sistemeve pjesëtar të mjedisit speciale, edhe këtu me ne është një ushtar që në ku ka qenë vetëmushës 22 vjeçare, Ismet Kodraliu nga komuna e Rondës, i cili ka qenë momentet më jetike kur Milazim Kiçina ka ra dëshmor. Edhe na ka rrethy këtë histori, po ashtu është edhe në librin kushtuar komandantit Milazim Kiçina, simbol shtirimtaris, edhe shkëto pranesh, edhe nuk e dojna me hy në ato emocione, me na rrethy, sepse i na mbledh për gëzim. Mirë, po, këna ka rrethy shumë çka nga jeta, ato i gjeni gjitha në libër, se për veprat e Milazimit, për gjithë shka, po ashtu e kemi edhe prezent dhe Milazim Elshonin, i cili në librin e tij, Betejat e lavdishme të ushtrisë kombëtare të Kosovës, e ka rrethy, e ka tregu se si Milazim Kiçina, me topin e tij pa dridhje, i ka hedhë në ajër tanket e qetnikut serb. Që kjo nuk është një lule dekorative, por nëse i hekun këtu, kjo është një predh, është predha ku Milazimi ka shtënë momentet e fundit me të dhe e ka kollur tankën në fshatin Peçan. Këto e ka të rrethyme edhe në librin Betejat e lavdishme Brigadës 123, po edhe këtu e kemi edhe pjesëtarët e mjedisit speciale, konkretisht edhe Ismet Kodraliu, i cili na ka rrethyer për herë këto ngjarje dhe ka qenë i fundit i cili u largu prej Milazimit pasi që ai ka rënë në altarin e lirisë. Po, pra kjo është dëshmia që shumë kush më thotë e sheh vetëm si një lule, po faktikisht kjo është predha e tupit 75 mm apo ushtarak të dinë më mirë si është përmbajtja. Me pika që e din se je ekspert edhe ki janë motën ushtarakët fryme, edhe Ismeti mundet në nga përshëndet me 2-3 fjallë takimin e sonë. Ju faleminderit të gjithë për pjesëmarrje. Unë e krenuna që më pas si ushtar i Milazimit, edhe deri në momentin e fundit. Është një lloj fati jam, unë kum pështu, po ai veprat tina e gjithmonë, ku harrohet kurrë, se jetë në shënime, jetë në libra. Na hecëm na gjërata tjera, po aja veprat tina s'harrohet kurrë. Unë qash mujmë një përshëndet të gjithë, dhe kum pas fatin më pa afërtina, po na nuk e na shku dur, por ai i tjegit të enkat me top, edhe na përballëm me ta, u rrethum, po këna pështu faqe bardhë, shembull shoqënia krejt, normal që viktimat janë, po këna pas një fat që i këna kundërpërgjigj armikët. Ju faleminderit të gjithëve për pjesëmarrje. Faleminderit gjithëve kush dal mundet me fol se ka pushuar. Skallëzohet që në atë moment e ke gjuar shkallin me çka e ke gjuar dhe çka e ke bërë. Ato është emocionet e vojnë. Ky thotë ka thënë se nuk gjuar në atë moment e nuk gjuar shkallin, nuk më murton. Na kishim pas që ka pak me refemeni kështu. Kum lind më herët, e di çfarë periudhash pak a shumë kemi shkuar gjeneratat e profesorët e këtyre të vjetra kanë kalu hala më të vështira në ato kohë pas lufte, edhe e din këtë kronologji që shka rrjedh krejt, domethënë deri me sa, po gjeneratat e reja që kanë ditë pas lufte, është në rëndësi minu këto jo më ik në rrëfimeve di që ka pak emocione ju prek, po vallahi këto na i forcojnë ndjenjat se cilët prej neve na on motiv edhe ne përkujton këto që nuk do të më harru lufta. Jo me ik gjithë qytetin e ngjarjeve. Tjerët po folin që s'kan marrë pjesë hiç, që nuk e ka bërë asnjë arkat, se ka bërë asnjë hap këtë drejtim edhe të shuhet e fola ne mundet me kallëzuar sana. Jo që keni përjetuar, domethënë me këtë qenien e juve, jeni përballë këtë për fët, se mos me kallëzuar ka pak kanë ngjarje secili, s'po tham detaje se këtu për secilin që ai kanë më një shku libër secilin vetë. Libër më një shku, edhe na shasuni mi për mbledh.
komandanti që i tha ato, i tha pika shkurta i përmeni, po në liber më në me shku se cili. Më në me shku na që si na ko drejt për drejt një pjesë, për shemull, na ko studenta e na ko. Po jo që keni përjetu, është me rëndësi, më në tregu ka pak kaj detaj, qysh, nej, jo që është pak ma interesant, jo që është ma, pse ka pak na preken, po këtu gjeneratat e reja kanë qef minut gjithë, edhe mos me haruna qëtë histori të unën. Është të dyre të ishte një fat juni që na pregadit isha, tash ai zona ka pregadit për me stërmu. Po fati jo që neve na ka pregadit para kohë, që është punohet vetëm. Po ato mur plumi, edhe zona që ka pregadit taj vetëm ka posë në prejk, ja kom tërhekun si o kanë rru jetaj, edhe kom gjunë në dërëtim tynë, edhe këna pështu tani komplet që e si shka e në konë vi e të tje. Edhe në zbrapë, edhe këna më dërrejta në normalin, dhe në tërhekje, se veç o rëtë kutëm na. Edhe që ato ishë fati ma që neve në ka trajnue për atë drejtim, zolla tina me të pregaditën, kom shtinta dhe këna më rejme shpetu tani tjerë të ushtarë, se atu vetëm 2 vranë, po shumica është pështu. Po ishke një fati juni madhë, që ishën pregaditën prej Milazimit. Edhe qa eshë. Po veç mëse e kjo, se edhe një ato, Vojmi ikë, i ka orë shkollë tash ky, paraferësisht 20-30 metra. Edhe një, kur pyte të kamera, se nështë ta dikush edhe hezitan pak të kamera, a keni plan me inqizu krejt apo i prejnë, s'ka lidhe, okej. Atëherë, por që ta paham që me të komat lirë, edhe se cilim ka pak me rëfyje, mos pritani edhe mos hezitani, se kem qef Kur minë. ka shkollë s'ky zëllën, i ka orë shkollë të minut që u farun ta, i ka orë shkollë 20-30 metra, sa ko këtë i paraferësisht. Edhe një rafal, të ka ku për një ditë shkollë. Edhe një qatë ditë që u vra Milazimi, ndim si ti e nërbi ty që i ka kanë gjo, i ka bo 22 pranvera, qatë ditë. Qatë ditë e ka pos ditë lindjen. Kanë hongër dhe pite, edhe kanë dhejtë e sakon. aty shkave me nëj që janë të gjithë vranë, se Milazimi vetë i vranë, njëri i vranë. Sa metra i një ka ofër, sa i një ka në Tash kër shkave që bëceku për ka dash, mu afru se ka mu rrumit 20 metra, 30. 20 metra. Se ata... A ishte mal, a ishte kuda, a ishte mal. Ne ishte quba të valë, ne ishte stom atarë. E non stom tonë. Edhe tash, ka 2 vranë, edhe 2 tjere ishin 3 shumë, ishin falun për toke të këshyrë ka o armiko. I vetë me unesh nga gojza shtu këshyrë. Edhe ka të mendu që të gjithë janë vrale dhe që më gjallë dhe u drejtojnë marë. Kër u drejtu të orë, tani kër më zërarë dhe kër shtum ta. E, le anë se do. Po tash, ta jo të ullë. E, Nuk ka shtu të mandaj meje, nuk e di tani. Inshallah me ndorë, ajo edhe shumë tjerë. Klun. Ju e një heraj gjamë, ta janë heraj që kanë shku për atë botë që qështë edhe vetë kanë më përkujtu e gjatë. Edhe një detaj se Po pete ju e prej. një heraj gjamë, që se këmi pas vdekën tash edhe herë, ju keni një me vdek, a plumis t'ka rogë. S'ka rogë se se ke pas vdekë, nuk ka pas vdekë, po ju një gjithë me vdekë, edhe se keni pas, po njëherë, në aspektin fetar, shpesherë na i spjegojmë këtu që herë janë shpesherë edhe ata që kanë morë pjesë në beteja, po vdesin me kry një stak. Për shkak, Zoti ja mundësa që ashtu që e ka dhonë dhe më thonë atë kontributin kur u dasht, se ka pas atë moment, po edhe me krye një stak des. Që inshallah dhe Zoti edhe erujmë këtë sakrifice, këtë ju. Edhe Muhamedin e kena këtë që konë sa 17 vjeca. Në ka dhëtë që shë shku me të vesh në lezime s'ka morë. Oj, zëris. Ja stretit është. Që që ke pësu, elhamdulillah se kjo është për prendë. Ajo, Vallaj të tjërës, smoj. u shku këj mi thonë se veç me vesh. Që na me dhe po na ka dukur gjohë. Me heqe, baba e tina u shku i ka musmamer se kam veç që djallë. Luk na musmamer. Aj t'i thomë lazimi ju, se kam një net të jetën. Ta kanë gjithë e këna pas net, edhe i ka shku.
Edhe t'i thonë e kam nipin tam të stretit, balina na 2, 3, 4, kush dal më vesh, ka ball jote, ka ti e dete dikur tha, komandanta jam shpion, pse s'po merr? Ka zëmbur që jam shpion, mo nuk vi. Dikur tha hajde, tha vestatin prant me dal kor. Po ju përveç tha kush kishte ta hypën kam vitinza. Aty kena pos njerëz Haliti edhe Roni, edhe plot qerë, kena pos edhe matrise, Milazimi kena pos komandant. Kena pas në shtabën e përgjithshëm të qytetit në atë. Kena koni sitijoni fundit i kryu në aty. Kena koni do matri për është e madeni. Ka pas këtë shtabi ju? Shtabi ju ka pas 2047, 51, nuk e di sa sështë. Që aty një sitijoni. Një siti special. Po që aty po e nga koni. Batalioni 3 ka pas 450 Se të vishin do të rhekshin atë përfundimi se fundi në kriku. Ka Milazimi si special. Ka Milazimi në kriku tani. Shtarë kjo kompania, po ky tokë, një tokë kemi qenë. Pastaj kompania, po. Kjo ka qenë elita e ushtarëve më të mirë. I kanë zgjedhur ushtar më Pa marrë pas 800 pa profesionista, pa ka qenë elita e Yeah.
Shia temi e Hamzia Shari, o që me qap, o sot talën pari. Formatur trim, aj ke plako, që plakëroj prej, bazin plako, bas Japani, me martin, o kur serpir, ma shumë serpine.
Njerët që kënë duke këtë kënalon, po dhja mujna me gjithë. Beqir! Po, Beqir! Por të veni se të herë, ka sore ka mërë dhe hujë.